Përshëndetje miqtemi. Nëse vini në kanalin tim Teatarot. Për lezime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Se tani do të marrim disa mesazhe nga Sibilet. Alica Sibile. Na thonë këto mesazhe. Jeni pak melankolike dhe prisni dashurin e zemrës tuaj fillis së shpejti. Jeni shumë e dashuruar, ky person vjen në jetën tuaj shumë shpejt, me këtë fitar në dorë, për t'ju shprehur ndjenjat, emocionet, pasionin e tij. Si ky person ka vuajtur këtë largësi dhe vjen me anije për t'ju shprehur dashurinë e tij prej kohës. Ju e prisni me shumë ëmbëlsi, me shumë rrofësi ky person, por keni dhe atë pjesën e mosbesimit, pra nuk keni shumë besim se ky person, sepse ky person që është larg, ka problemet e tij financiare, problemet e tij ekonomike, biznesin e tij, por ky me veprat e tij ju shpreh atë pjesën e besimit dhe drejtësisë, që është një person i drejtë, shumë i sinqert me ju, që duhet keni besim dhe që të përfundoni këtë lidhje të largët, për të konsolituar këtë lidhje që ka kohë që ju jeni në këtë histori dashurie të bukur. Sa këto ishin disa mesazhe të Sibileve për pjesën e dashurisë. Me kë rezonon kjo histori? Me gërmën Q, gërmën B, gërmën E, gërmën Sh, K, Q, gërmën A, S, I, me gërmën I. Kurse me shënjat mund të rezonoj, është energjia e përgjithshme, me luani, me shigjetari, me brisjati, me akrefi, gafore,